Receta me 2 përbërës që ju heq 10 vite nga fytyra. Ja si ta përgatisni. Soda e bukës është një përbërës fantastik që krahas recetave të gatimit gjen përdorime të veçanta edhe në trajtime të ndryshme të lëkurës. Në këtë video po ju sjellim një recetë të vjetër me përbërës kryesor, sodën e bukës që mund t'jap gjithashtu rezultate fantastike kundër problemeve të saj. Soda e bukës në kombinim gjithashtu me qumshtin mund të përdoret për të luftuar. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Problemet e kallove, fytyn e acaruar, të ftohurën dhe njëkohësisht edhe shëndetin tuaj të stomakut, dhe mbi të gjitha do t'jap rezultate fantastike në lehtësimin e problemeve të lëkurës. Kundër kollës, fytyt të acaruar dhe problemeve të stomakut mund ta përdorni këtë recetë fantastike. Ajo mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin e lëkurës dhe acarimin e saj. Kjo recetë rekomandohet të përdoret vazhdimisht në rutinën tuaj të bukurisë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në menaxhimin e këtyre komplikacioneve dhe mbi të gjitha rritjen e rezistencës së lëkurës. Këshillohet që mjafton të shtoni një lugë kafeje sodbuke në një gotë me qumësht. Aplikoni atë në të gjithë sipërfaqen e fytyrës dhe e lini të thahet. Më pas e largoni me ujë të rrjedhshëm. Sekreti i një lëkure të shëndetshme është i fshehur zakonisht edhe tek përditshmëria juaj. Ndaj sa më mirë të kujdeseni për lëkurën, aq më shumë përfitime do të keni. Një kombinim i sodës së bukës mund të parandalojë rrullat dhe piklat e fytyrës. Shpesh ato mund të përdoren si zgjedhje të mira afatgjata, të cilat mund t'japin rezultate fantastike në shëndetin e lëkurës. Siç ndodh në çdo fakt, për shkak të stresit dhe shprehive të gabuara, siç është edhe ekspozimi drejt për drejt i lëkurës në rrezet e diellit, veprimi agresiv i faktorëve të jashtëm shkakton gjithashtu edhe rrulla dhe probleme të plakjes, të cilat e zbehen më shumë dukjen tuaj. A doni një lëkurë rrezatuese çdo ditë? Dëgjoni me vëmendje një përbërës me produkte të veçanta për të bërë gjithashtu një recetë bazë me sodë buke për të çmuar shëndetin e lëkurës. Efektet janë eliminimi i rrullave dhe gjithashtu një mbrojtje më të mirë nga dëmtimet e jashtme të plakjes dhe të moshës. Arsyeja kryesore pse ky proces është i domosdoshëm duhet të gjendet në përbërësit fiziologjik të epidermës. Ju nuk mund ta dini se shtresa jashtme e lëkurës, e quajtur kroneumi, përbëhet nga një përqindje më e madhe e ujit, dhe kjo e fundit është më e vogël se sa sasia optimale. Shtresat në sipërfaqet mund të humbasin edhe elasticitetin e saj dhe të duken gjithashtu edhe më të rrullara. Mekanizmi që rezulton në ndryshimin e përbërësve të domosdoshëm të lipideve dhe në prodhimin e glicemisë, duke e bërë kështu epidermën më të ndjeshme dhe më të ekspozuar ndaj rreziqeve. Për të parandaluar një problem të tillë të lëkurës, të tilla si poret, rrullat, duhet të kujdeseni më mirë për shëndetin tuaj të lëkurës dhe të parandaloni gjithashtu edhe krijimin e komplikacioneve të saj. Dhe në këtë mënyrë do të arrini të keni mbrojtje më të mirë të shëndetshme të saj. Metoda e pagabueshme është përdorimi i shpeshtë i sodës së bukës. Përzjeni me produkte të tjera me origjinë natyrore dhe krijoni një përzierje perfekte për mirëqenien dhe vitalitetin e lëkurës së fytyrës. Trajtimi i bazuar në sodën e bukës për një lëkurë delikate mund të jetë shumë efektive. Nëse keni lëkurë të ndjeshme dhe jashtëzakonisht delikate, krijoni një krem bazë me sodë buke dhe shtoni vaj vegetal, të tillë si vaji kokosi dhe vaji ëmbël i bajameve, me veti qetësuese dhe hidratuese. Në një tas përzjeni një lugë gjedhe vaj me një lugë gjedhe sodë buke derisa të merret një pastë trash. E aplikoni përzierjen në fytyrë dhe e lini të punojë për gjysmore. Më pas e kaloni në një pambuk të thatë për të hequr yndyrnat e tepërta dhe shplani sërish atë me ujë të ngrohtë. Qumshti me sodën e bukës mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë efektive kundër rrullave. Qumshti është një përbërës i natyrshëm me veti të mira të shquara antioksiduese që përdoret në fushën e bukurisë, si ilaçet e rrimëkëmbjes të pasura me vitamina dhe minerale, që mund t'i japin gjithashtu përfitime të dyfishta në mbrojtjen e lëkurës edhe parandalimin e komplikacioneve të saj.
Aplikoni këtë përbërje në fytyrën tuaj. E lini për të paktën 30 minuta. Ju mund të përdorni gjithashtu edhe kombinimin me qumshtin ose edhe me vezën për të arritur rezultate shumë të mira në dukjen e lëkurës dhe parandalimin e acarimeve të saj. Ndjekja e këtyre trajtimeve në kushte shtëpie sigurisht që do t'jap rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e elasticitetit të lëkurës dhe parandalimin gjithashtu të krijimit të rrullave, që mund të krijojnë një bezdit të madhe edhe për pamjen tuaj. Me kalimin e kohës, papërcosmëria e fytyrës bëhet akoma dhe më e dukshme dhe mund të jenë gjithashtu rrullat një arsye pse ju mund të jeni më shumë të tërhequr nga shoqëria. Megjithatë, është e pamundur që ato të zhduken me një të rënë lapsi, por mund të arrini të parandaloni krijimin e tyre duke mbajtur lëkurën e fytyrës më të hidratuar, më të shëndetshme dhe mbi të gjitha duke ndjekur receta natyrale për mbrojtjen e saj. Në këtë video do ju sugjerojmë një maskë me kombinimin e sodës së bukës e cila është shumë efektive kundër krijimit të rrullave. Përgatitja dhe aplikimi i asaj është shumë i thjeshtë dhe me rezultate fantastike. Sugjerohet që të ndiqni të gjitha udhëzimet si duhet. Përbërësit që u duhen në realizimin e kësaj recete janë 2 lugë me sodë buke, 3 lugë me ujë mineral natyral dhe gjithashtu ju duhet edhe një limon, pak mjalt dhe vaj ulliri. Përzjeni mirë ujin me sodë buke për të marrë një përzierje krejt homogjene. Pastaj gjithashtu shtoni disa pika vaj limoni, një maj lugë mjalt dhe vajin e ullirit, duke vazhduar që ta përzjeni atë vazhdimisht. E aplikoni atë në të gjithë sipërfaqen e lëkurës së fytyrës dhe gjithashtu duke u përpjekur të shmangni kontaktin me syrin, e hapni atë në të gjithë pjesën e lëkurës. E lini të veprojë për të paktën 15 deri në 20 minuta, më pas e shplani atë me ujë të rrjedhshëm. Aplikoni maskën përpara se të flini. 3 herë në javë është më së mjaftueshme për të marrë përfitimet për shëndetin tuaj të lëkurës dhe për të parandaluar gjithashtu edhe problemet e rrullave në fytyrë. Ndjekja e kësaj recete në mënyrë rigoroze do t'jap gjithashtu një mbrojtje më të mirë për lëkurën tuaj, duke evituar kështu edhe krijimin e rrullave të tepërta në sipërfaqen e lëkurës së fytyrës. Rrullat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Te disa njerëz, rrullat dalin para kohe, kryesisht në zonën poshtë syve, të gojës, të qafës dhe rrullat mund të shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi i diellit, mungesa e vitaminës D, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave gjithashtu edhe duhani. Rrullat mund të zbehen, të shmangen dhe të mbahen nën kontroll me disa trajtime krejt natyrale. Në këtë video do rendisim disa mënyra natyrale të cilat mund t'i vinë në ndihmë shëndetit të lëkurës në mbajtjen larg të rrullave. Vaji arrës së kokosit mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese. Vajin mund ta masazhoni në zonën e rrullave duke kryer lëvizje rrethore. Më pas të masazhoni dhe ta mbani atë në lëkurë gjatë gjithë natës. Por kur duhet ta përsërisni atë? Çdo mbrëmje është mënyra më e mirë për të marrë rezultate të duhura. Vaji arrës së kokosit i jep lëkurës suaj shkëlqim natyral dhe zbeh rrullat. Vitamina E gjithashtu është një trajtim efektiv në mbrojtjen e lëkurës suaj dhe parandalimin e problemeve të saj. Kapsulat e vitaminës E duke aplikuar në zonën e rrullave për të mbajtur edhe lëkurën tuaj më të shëndetshme mund t'i japin gjithashtu rezultate fantastike në dukjen dhe në shëndetin e saj. Ndjekja e këtyre trajtimeve në kushte shtëpie do të përkthehet në një lëkurë më të shëndetshme dhe mbi të gjitha më pak rrulla. Uthulla e mollës në kombinim gjithashtu edhe me të bardhën e vezës mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për mbrojtjen e lëkurës dhe gjithashtu parandalimin e komplikacioneve të saj. Rrihni të bardhën e një veze dhe aplikoni atë në sipërfaqen tuaj të lëkurës. Prisni derisa ajo të thahet dhe më pas e shplani atë me ujë të vakët. Kjo maskë duhet të bëhet të paktën 2 herë në javë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në mbrojtjen e lëkurës suaj dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.